Unë jam Drita. Unë jam Iliri. I am Drita. I am Ilir. Ky është Virtual News. Ky është Virtual News, lajme. Ekonomia e sotme është globale. Një luftë në një rajon mund të ndikojë edhe në ekonominë shqiptare. Today's economy is global. A conflict in one region can impact economies even far away. Wars often push oil and gas prices higher. Kur rritet çmimi i energjisë në botë, rriten edhe kostot për transport dhe prodhim në Shqipëri. Rritja e çmimeve krijon inflacion dhe ul fuqinë blerëse të qytetarëve. Inflation reduces purchasing power and increases economic pressure. Global conflicts disrupt supply chains. Kjo mund të ndikojë në importet dhe eksportet e Shqipërisë. Mirë se vini, lufta po ndryshon ekonominë globale. Po, dhe pasojat po ndjen kudo përfshirë këtu. A do të prek kjo Shqipërinë drejt për drejt? Analizat tona tregojnë se po. Është një krizë në zhvillim. Në disa raste, Shqipëria mund të përfitojë. Tourists may choose safer destinations like Albania. Lufta po ndryshon ekonominë globale, tregjet po bien, inflacioni po rrita. Po, dhe shqetësimi është se sa shpejt do të përhapet kriza në Shqipëri. Dhe do të pret ekonomia jon? Analizat tona pas lajmeve. Kjo mund të ngadalsojë investimet në rajon. In times of uncertainty, investors become more cautious. Luftrat krijojnë pasiguri ekonomike në gjithë botën. But resilient economies can Adapt and find opportunities. Ki ishte Virtual News. Informohu, mendo, vepro. Stay informed, think free. Follow, subscribe, share.